Kapitulli, kur frika e tepruar e rrit problemin. Problemet rriten më shumë në mendjen tonë se sa në realitet. Të gjithë njerëzit, pa përjashtim, përballen me probleme gjatë jetës. Ka momente kur gjithçka duket e pamundur, një mur i madh që të bllokon rrugën dhe të ndalon të ecësh përpara. Në kokën tënde, problemi duket si një shkëmb i rënd që nuk lëviz dot. Dhe kjo është normale, imagjinata është një mekanizëm i fortë që na paralajmëron për rreziqet. Por kur lejon që ajo të marrë kontrollin, problemi kthehet në një përbindësh që ekziston vetëm në mendjen tënde. Në botën e sotme, është shumë e lehtë të rish i ngrirë nga frika e një problemi që mund të mos jetë aq i madh në të vërtetë. Librat, videot, interneti, të gjithë kanë histori dramatike që ta mbushin mendjen plot me frikë. Por kur të shohësh realitetin me sy të kthjellët, e kupton se problemi nuk është as gjysma e asaj që mendja jote e ka ndërtuar. Dhe kur e kupton këtë, e gjithë ajo frikë shkrihet si bora në diell. Sepse, në fund, nuk është problemi ai që të mban pas, është mënyra si e sheh atë. Nëse zgjedh ta egzagerosh, ai bëhet një mal i pakapërcyeshëm. Por nëse zgjedh ta shohësh për atë që është, ai bëhet një pengesë që mund ta kapërcesh. Dhe ja ku ndryshimi bëhet i madh, realiteti është zakonisht më i thjeshtë se sa drama që ndërton në mendjen tënde. Kur njeriu zgjedh të përballet me realitetin dhe jo me frikën e imagjinatës, ai fiton qartësi. Ai fiton fuqinë për të vepruar dhe për të ecur përpara. Ai fiton lirinë që e ndan viktimën nga luftëtari. Dhe asgjë nuk është më e fuqishme dhe më e rrezikshme për një botë që do të frikësuar se sa një njeri që sheh të vërtetën dhe vendos të mos frikësohet më. Thënie. Frika ekziston vetëm në mendje. Problemet në realitet janë më të vogla se ato që imagjinon. Mbyllje kapitulli. Zgjidhja është gjithmonë aty, midis imagjinatës që e zmadhon gjithçka dhe realitetit që është shpesh më i thjeshtë. Sot është dita për të parë të vërtetën me sy të kthjellët dhe për të mos lejuar që mendja jote të ndërtojë mure që nuk ekzistojnë. Sepse jeta që ndërtohet mbi frikën e imagjinatës është një jetë që nuk të lë të ecësh. Dhe askush nuk mund të ndalojë të shohësh realitetin, veç vetes tënde.